Engjëjt janë më të vegjël se ne. Po. Se ne jemi në shëmbëllimin e Zotit. Engjëjt nuk janë në shëmbëllimin e Zotit. Që do të thotë mos i raft kujt e keqja, por që nga njeriu shumë i fortë. Por, motra ime, ne jetojmë në një botë të padrejtë. Dhe pushtetet e fuqive të errësirës marrin këtë lloj fuqie ndonjëherë mbi njerëzit. Si është e mundur? Unë kur nuk mund ta imagjinoj që mund të hyp në makinë i pirë. Sepse nuk ka lidhje me jetën time. Një i pirë në timon është një kamikaz, është një terrorist, pikë. Dhe ndoshta nuk i plas bomba, por është terrorist. Ne mendojmë që jeta jon ka më shumë vlerë se e tjetrit. Por ajo që mua më dhëmb është, unë jam i bindur që për ne shqiptarët jeta nuk ka vlerë. Ne tregojmë që jeta nuk ka vlerë. Jeta ka shumë vlerë. E ka dhënë Zoti. S'ka gjë më të çmuar se jeta. Është vërtet.